Rasti i fundit Besi ka qenë me një intervistë edhe e pyesin për një gjinia, për preferenca e gjinisë, çka kishte preferuar ti me pas në të ardhmen djala qik, edhe Besi e jep mendimin e tij, se di, ke thonë djalë ose qik, nuk e di çka ka thonë. Po sido që tjetë, domethënë e kanë prej veç atë pjesë të fol Besi për gjini, edhe kanë qitë komplet prej kontekstit, edhe kanë vazhdu me, leshe kanë qitë intervistën prej kontekstit, po kanë vazhdu me prodhu lajme të rreme, që dhe me kënajna në pritje të fëmis veç nuk përdina gjinin alo. Veç gjinin, dash na e kena me të me zgjedhat, edhe gjinin, dhe me nëzhe që atë ka ardhë puna. Ani tash e lista u bojë gatë, po, lista u bojë gatë, kërë, po, tash po kanë drejt gjinin. Po du me thonë që është jashta se cilës etik të me prejkë dikon delin që atë pikë. Najna të mësum, e dim se çka ndodh rreth botës televizive dhe çka bojnë për një klikim. Po familjarë tonë nuk janë të mësum edhe ata preken edhe i marrin afër zemrës se cilin koment që një medium e bën, e dim që fuqia e medias është shumë e madhe. Po, do të thonë presion linjeve po edhe familjarëve, do të thonë kur shkon deri në atë pikë që ti e prek edhe dikon që si përket kësaj fushë, nuk i përket kësaj bote, atëherë është e tepërt.